mënyrë tinxore dhe mënyrë të pabesit peshqërvia e Kosovës bashkë me lëvizjen për rikthim, në asnjë mënyrë mos me leju me u ndërtu një kishë ideologjike dhe politike, dërgimin e mjeteve si bagerave. Shënjestër.net. Kjo lëvizje është një organizatë ekstremiste e cila hapur, domethënë ka bëu thirrje për vrasjen e shqiptarëve musliman, për shpërngulje, për përçarje etj. Mirë, po çuditërisht i peshqvia nuk ka kthy asnjë përgjigje. I kemi marrë edhe hapat ligjore dhe demokratik për me realizu peticionin pra me banorët, edhe kemi dorëzuar në komunë. Peticionin me nënshkrimin e banorëve të cilët janë kundër ndërtimit të kësaj kishe politike, edhe kemi dorëzuar në komunë. Gjithashtu kemi organizuar një protestë shumë paqësore për nesër, sepse sot unë personalisht jam i befasuar kur e kam kuptuar që në mënyrë tinxore dhe në mënyrë të pabesit peshqërvia e Kosovës bashkë me lëvizjen për rikthim, domethënë për cilët e disa veturave kanë shkuar tek vendi i ngjarjes dhe kanë vendosur në mënyrë simbolike kur themelin për kishë. Dhe është e papranueshme dhe pa imagjinueshme që në institucion fetar si i peshqvia pro del hapën për krah kësaj lëvizje ekstremiste. Pra duke ditë që edhe kjo lëvizje nuk ka, ose peshqvia nuk ka marrë kurfar leje në komunën e Vushtres, pra ne kemi kontaktuar edhe me komunën e Vushtres, ku ata na kanë treguar që nuk është kërkuar leje për ndërtimin e një kishe të tillë. Mirë, po patyshim që vullneti i banorëve do të triumfoj, edhe ne do të mundohemi që në asnjë mënyrë mos me leju me u ndërtu një kishë ideologjike dhe politike, pra si rasti i kishës Llapëshne, kujti duhet me ndërtu një kishë në kodra në male ku nuk ka komunitet fetar, atë kujti shërben ajo. Pas regjistrimit të fundit të numrit të popullsisë kanë dalë rreth 31 ose 37 banor katolik, mirë po këta jetojnë në zona të ndryshme edhe nuk kanë të bëjnë asgjë domethënë me zonën ku po pretendohet që të ndërtohet një kishë politike që dihet edhe kush e ka lëshu domethënë tokën për ndërtimin e kësaj kishe, një njerëz i cili pra është dorëzuar akuz ndaj tij, i cili ka bërë thirrje për shfarosjen, për dëbimin e shqiptarëve musliman. Po duke i po edhe përmes rrjeteve sociale, përmes mediave, banorët pra kanë thonë që kanë me kundërshtu në gjitha mënyrat e mundshme ndërtimin e kësaj kishe politike, duke kundërshtu edhe dërgimin e mjeteve si bagerave, gjonë ndryshme në vend ku pretendohet të ndërtohet. Po në raport me komunën, ne ja kemi bërë të qartë komunës që nëse realisht ata ndërtojnë diçka pa marrë leje në komunën e Vushtres, automatikisht edhe komuna e Vushtres implikohet si palë në këtë çështje, normalisht do të shkojnë në hapa ligjore. Thirrja për prokurorinë është që ajo vetëm ta kryej punën për të cilën edhe është, duke marrë parasysh qindra mira mesazhe, të cilat bëjnë nxitje të urrejtjes fetare, të cilat bëjnë nxitje për dëbimin e muslimanëve shqiptar, për vrasjen e tyre, dhe ende prokuroria nuk ka marrë asnjë iniciativë, domethënë për me zbardhë ose për me ndalu këto thirrje që bëhen. Shënjestër.net